janë të gjitha skuadrat të udhëtuese që kanë fituar. Kjo nuk kishte ndodhur asnjëherë. Ka lidhje kjo me Europën apo mund të jetë diçka tjetër? Jo, po si ishte në Gjermani, ti diku në lindje apo në Azi, mendja të shkon diku tjetër, pse kanë dalur kaq dysha dhe x-a. Por më qenë se jemi në Gjermani, okay? Po mund të themi që kjo ndodh. Skenar. Ha? Do doja ta parashoj këtë skenar, si qoftë shoh që kanë toleruar kreu dhe ka synime tjera me sa duket, paktën, okay, ato që Të paktën për këtë javë. Dhe mbijetesa është mbijetesë tani, mbahen me thonjë gjithë. Po, absolutisht. Dhe në fakt, duke patur parasysh edhe klasifikimet që janë skuadrat e kreut, e çuditshme. Mund t'ja lejojnë pak vetes, po themi një. Gjithsesi e çuditshme, sepse do ishte më e pranueshme deri diku në gjykimin tim nëse nuk mund të kishte një skuadër udhëtuese, sepse do fitonin skuadrat vendase. Por të mos fitojnë skuadrat vendase dhe fitojnë vetëm ato udhëtueset, kjo tregon që ajo që the ti, kampionati po ngjeshet, një pikë shumë e rëndësishme, s'duhet fal minuti, jo më ndeshja, kështu që besoj vetëm kaq, sepse Gjermania mbahet për një kom që nuk toleron në përgjithësi, nuk toleron, kështu që vetëm këtë shpjegim mund t'i japim kësaj që ka ndodhur këto 2 javë në gjithë historinë e futbollit gjerman.